Ditën e 30 gushtit 2007, ku jem taku me Triumfin, ai mi ka përmend që janë të përcjell gjatë gjithë kohës. Ka thonë që gjatë gjithë kohës janë Iliri dhe Rahimi të përcjell. Dëshmitar, a i tregoni gjykatës si e keni njohur Triumfrizën tani të ndjerin dhe çfarë ka qenë raporti juaj me Triumfrizën? Triumfin e kam njohur vitin 2001, ku jemi njohur përmes policisë të Kosovës. Kem qenë 2 pjesëtarë të policisë që nga viti 2001 në policinë e Kosovës, kur unë kam filluar policinë 2001. Zakonisht kemi biseduar për problemet punës. Pastaj mi ka treguar disa raste që ka pas kontakt ose konflikt me grupin e Enver Sikiraqës. Te spitali tash është tjetër pompa, atëherë kon Kosova Petrolli më duket. Ku thotë që pasi e kanë dalën verën, ai kanë nxjerrë një granat dore, edhe i ka kërcënuar polis. Triumfi ka qenë me 2 ndërkombëtar, polis ndërkombëtar. Pastaj njëri ka ikë nga vendi i ngjarjes, pastaj disa herë që e kanë dalë në rrugë çat kontrolleve rutinore të policisë. Kështu me radhë deri në rastin e Sfis Kazinos, ku kanë mbetë plagosur 2 persona, pastaj prej aty ka filluar më intensiv përcjellja e Triumfit, kërcënimet e këto. Kush ishin këta persona që përcjellnin Triumfrizën? Kryesisht ka qenë Enveri, Liza Ilir Abdullahu, Rumi Rahim Abdullahu. Këta i ka përmend me emra. Unë i kom pas 3 raste, cilat janë dyshu grupi Enverit. Po, për shkak se kum punon hetime atëherë. Po, si hetus, po. Ku i kemi jetu si grup. Rasti i parë ka qenë djegja e veturës, rasti i dytë ka qenë granata e Gizit, restoran Gizi, po. Kurse rasti i tretë ka qenë djegja e veturës Triumfit. Ditën e 30 gushtit 2007, ku jem taku me Triumfin, ai mi ka përmend që janë të përcjell gjatë gjithë kohës. Ka thonë që gjatë gjithë kohës janë Iliri dhe Rahimi të përcjell. Mirë, po janë disa persona tjerë që Triumfi nuk i ka njohur. A keni informacion që ka bërë kërkesë shërbimit policor të Kosovës që t'i ofrohet mbrojtje? Kërkesë që zyrtarisht. Dhe polici që t'i ofrohet mbrojtje zyrtarisht. Edhe është caktu, për shembull, Triumfriza i ndjeri. Për a është caktu dikush nuk e di, po e di që Triumfi nuk është caktu. E kam një pyetje për dëshmitarin. Po? Ato ku tha para këtij rastet, para 2007-s, e kom nol Ilirin te Sovena. A bën me ditë në cilën lokacion edhe kur, a ka ndonjë datën ose Jo, detajet s'm kujtohen. nuk i kujtohen se për herë të parë në jetën time për shok unë këto këtu. Jo përmendet te Petrol kompania rastin e ndalimit të Enver Sikiraqës, gjoja ka kërcënuar me një granat dorë. E arsyetu këtë pozicione ju në ato. Si është e mundshme për mua, si oficer, si grad më lartë e ish policisë, është tipik terrorizëm me sulmu pjesëtarë të forcës sigurisë me granat dorë, terrorizëm edhe mos me ekzistu ky rast këtu. Unë e shpjegova më herët që e kem kërkuar atë rast, por nuk figuron kërku. Qa ke mujti me kuptu për mes Triumfrizës? Cili ka qenë qëllimi ti me o profesional, o gjatë kryerjes së detyrës zyrtare, ose individ në raport me Enver Sikiraqën dhe grupin e tij? E kem cek edhe më lart se Enveri ka thonë që mos guxon kërkush me ndal për policisë, as për policisë, as për komandanta. Ma konkretisht, ku i ka thonë? Triumfit. I ka thonë Triumfit, po. Mos guxon me ndal kërkush. I ka thonë Triumfit. Po fillim ka qenë në raport i policit zyrtar me një person si Enver Sikiraqë. Pastaj kur e kanë djeg veturën Triumfit, ai e ka marrë pak më serioze kërcënimet. Pastaj edhe gjujtja në Sfis Kazino, aty ka kuptuar që përban rrezik të madh. Deklaruat se Triumfriza ka pas edhe raporte shoqërore me dëshmitarin. Po, A di cili ka qenë raporti tyre? detajet nuk i di, nuk di ma thellë kur gjatë. Po a ka paraqit ndonjëherë Triumfi ndonjë shqetësim të kësaj dëshmitare lidhje me këtë grup? Po, ka kallëzu Triumfi që e kanë rrejt, ha? Po, Kush e ka rri? Enver Sikiraqë. Po ashtu më intereson
përshkrimi pak I të Ndjerit Triumfristas si zyrtar policor, çfarë personi zyrtar ka qenë? Me fjalë tua, Po. që mënesh me... Po edhe si person, edhe si fizik, edhe unë shumë I moralshëm, nuk ka pas diçka të keqe ai. Edhe pse ka punu një si tjerë ai, Vetëm ti të shëroj pyetje. Nëse ke mujt me Përgjigje kuptua. të punës, përgjigje. nuk ka pas vërejtje kur në polici.